Dashur vëllezër dhe motra, të dashur dëgjues të Radio Maris, që Shën Francesku na ka bashku në këtë kish, kur themeli u bekua në vitin 1980, kujtojmë edhe Don Franjo Gjuricin, i cili u mundue vërtet që ta besimtarët të këtij vendi ta kenë këtë kish. Këtu në Vonakon dhe kujtimet janë, besoj, të bukura, por edhe të dhimbshme, sepse e dim se ky popull është shpërngulur. Por prapë se prapë, jasë si Zoti di mi sjell dhe gjëra të mira, e mi bekue, se na ka mundësue që gjithnjë më lehtë televizim të vijnë, edhe pse jena diku larg, e megjithatë bashkë kemi e përjetojmë afërsinë e njëri tjetrit dhe i kujtojmë ngjarjet e kaluara, por edhe çka është më e rëndësishmja, e kujtojmë se si Zoti ashtu na udhëheq, si Zoti po ecë me ne. Kjo përvojë është shumë e çmueshme, dashur besimtar. Sidomos me qenë se është tipike e këtij vendi, e kësaj familje, shpërngulja, mërgimi, më njëherë na vjen mend populli i Zotit, i cili gjithashtu është shpërngul. Dhe se si Zoti e ka edukue popullin e vet që me ditë me lëshu gjana, me ditë me i leju Zotit me udhëheq jetën, kur ti nuk ke di se çka të pret për ta. E Shën Francesku, jeta e tij është e mrekullueshme, se çka ka bënë Zoti ta. Me i lëshue edhe familjen, edhe babën, edhe nanën, se s'u kanë kuptuar se pse ky njeri është të shku mas Krishtit, pse i ka lënë gjitha. Shikoni, është një lloj mërkimi i shpirtëror që e bën secili prej nesh, me shku me nivel të huaj, ku nuk njihet si në shtëpi, por i beson Zotit që ka me udhëheq edhe jashtë shtëpie. Kjo është besimi, dashur vëllezër dhe motra. Mund nis me nivel ku ti se çka të pret. Edhe ku emocionalisht ka më të dashur kohë mundësu me përjetu që jeni shpitane. Mos harroni që populli i Zotit e ka pas këtë përvojë, po besoj që gjithë ne pak a shumë e kemi, nuk është ndjenje e këndshme, apo jo, me shku në vend të huaj. Por megjithatë, sa të mira i keni pa pikërisht tuaj pa këtë përvojë, me pa kulturat e tjera, me pa dhe mënyrën se çish jetojnë tjerë, por edhe me të shmu se çish jetu ti prej fesë tënde kur je kanë në vendimin tënd. Edhe tashti të kthy me gjitha të përvojë që e ke marrë prej atje, kujtohet sigurisht, kujtohet vendindja. Edhe kthehesh prapë, a më kthehesh me sy tjetër? Kthehesh me përvojë tjetër? A nuk është një gjë e mrekullueshme që Zoti është të mësu, lem unë me të udhëheq ty. Lem se unë e di ma mirë se çka ta sjell ty paqe, çka ta sjell ty të mirë. Vetëm që duhet me pagua shumë, se çdo gjë ka një çmim. E cili është ajo gjëja që duhet të sakrifikuar, është ai komoditeti jonë që sigurohemi me një vend, me një mënyrë. E Zoti thotë til, edhe Abrahamit, këtë na kujtohet, Abrahamit që ka qenë gjendje të mirë, megjithatë ka thënë Zoti til. Shpesh e thonë, po pse Zoti po kërkon një gjë të tillë? Le të na kujtohet sa herë që kemi kaluar për gjëra të tilla dhe që kemi besuar që Zoti ka me kthy diçka për mirë. Le të na kujtohet sa të mira i kemi marrë. Kur Zoti më harron këto? Qoftë edhe nëse kemi kaluar për një fazë shumë pasigurt, por jemi ma besimtar. E kemi pa që kjo botë nuk po na dha ka ato shka shpirti e kërkon.
dhe mos ikim prej kësaj ndjesie. Ta ballafaqojmë, ta shohim drejt për drejt, çka do me thonë mi leju Zotit me të dheqë në tarmë. Edhe Shën Francesku, kur e kalon shpinë e vetë, po fare nuk u ndje ndoshta këndshëm. Madje besoj që u ndje i piklushur se si baba dhe nëna nuk po e kuptojnë. Por e ka qenë një pasuri shumë ma thellë, një shtëpi, një atë kështu të themi shpirtëror, por është dashur me dalë, është dashur me ndryshu mënyrë, se e ka pa që ajo mënyrë nuk po më dha ka lumturinë. Duhemi mi pa dashur vllazën e motra jetën e përditshme, këto dalje, këto lëshime tona në kuptimin që shkëputemi prej disa mënyrave që nuk ma sjellin lumturinë. Qoftë edhe nëse ndihem pak jo volitshëm në siklet, kështu si me thonë, ose si lloj pasigurie, por që e di që Zoti është ma kërku, edhe kur mi besu Zotit se kam unë beku. Edhe ashtu ka mendoj. Falenderojmë Zotin edhe për vojen e vëllezërve tanë kroat, lejoni t'ju drejtoj edhe atyre disa fjalë, dhe braćo i sestre, evo danas vam želim uputiti posebne riječi, ose napisati davno nisam pričao hrvatski. Želim vam se zahvaliti što ste tu. I ova crkva u Vokovu nije samo građevina od kamena, nego živi spomenik vaše vjere. Vaše vjere da dopustite da Bog vas vodi. Kamo? Niste ni vi znali. To je vaša molitva, to je vaša vjera. Ova crkva je i uspomena vaših obitelji, vaših suza, to mi dobro znamo. Kada su se životne okolnosti promijenile i kada ste morali napustiti svoje domove ovdje, srce vam je ipak ostalo vezano uz ovo sveto mjesto. Svake godine kada se vraćate za blagdan Svetog Franje, vi zapravo donosite život i radost ovoj crkvi. Vi pokazujete da udaljenost i vrijeme ne mogu izbrisati korijene vjere i ljubavi koje su ovdje duboko usađene. I ovaj povratak nije samo tradicija, nego i znak vaše vjernosti Bogu i crkvi. Znam da se povijest i identitet ne zaboravljaju. Zahvalni smo vam jer ovdje unosite i bogatstvo svoje hrvatske kulture i jezika, ali iznad svega toplinu svojih srca. Mi zajedno svjedočimo da Kristova crkva ne poznaje granice. Ona je jedna i sveta gdje god živjeli. I Sveti Franjo koji je znao svakoga zvati bratom ili sestrom, danas nas podsjeća da smo i mi jedno u Kristu. To je najvažnije. Moramo znati što je najvažnije. Onda ostalo će doći malo pomalo. I neka vas Gospodin nagradi za vašu vjernost, neka vam podari mir i snagu. Ja sam uvjeren da je ovo bogatstvo veliko što vi ste sakupili kroz ovih godina, što ste morali otići tamo, ovamo, Hrvatsku bjež. Ali kroz to ste postali puno vjerniji, zato što ste dopustili da vas Bog i utješi, i vodi, i vi već znate koje su sve ostala dobra dobili kroz to iskustvo. I neka vas ova crkva na Vokovu uvijek podsjeća da ste kod kuće i god bili. Dašto vllazën e motra ta falenderojmë Zotin për këtë moment. Të mësojmë edhe prej Shën Franceskut si me përjetu Zotin jetën e përditshme edhe natyrë, si është 800 vjetori i një këngën e krijesave quhet, ku Shën Francesku i ka këndue hjerit, hanës, yjeve, ujit, e kështu me radhë. Edhe sot e shohim se sa ka rëndësi me pas kontakt me natyrën. Në kohën digjitale ashtu ta quajmë, po e shohim që shumë njerëz kanë probleme. E
prej natyrës dhe pak e bot huj për njëri tjetrin, nuk e din edhe në familje ka e kanë si ndjej njëri me tjetrin. Është koha që nëpërmjet edhe këtij shenjë Shën Franceskut t'i kthehemi natyrës, na bën mirë. Për shkak se na jemi natyrë, trupi jonë është natyrë. Mos ta reduktojmë trupin tonë, shpirtin tonë vetëm teknologji, vetëm gjëra materiale, por ta ndjejmë afërsinë e Zotit, por edhe plotësinë e jetës sonë, tu pas kontakt edhe me natyrën. Qoftë edhe disa minuta në ditë, mos me harru që jemi pjesë e natyrës. Sepse edhe shumë smundje kohëve të fundit po vijnë pikërisht për shkak të dominimit, si me thamë, me theksu, janë të theksu shumë anën edhe të teknologjisë, që sigurisht falenderojmë Zotin që shumë gjana janë të mira, por mos harrojmë që jena edhe shpirt, jena edhe trup. Kemi nevojë me përjetu edhe ajë, kemi nevojë me përjetu edhe të ftohtin, sikur se po e përjetojmë edhe sot këtu, për shkak se kjo na kujton që jemi edhe qenje gjalla krijesat Zotit, që është një krijues që ka kriju këto të mira, dhe ti me shiju edhe një shikim, një panoram natyrës që e ka ky vend këtu i bukur, por edhe ta falenderojmë Zotin për ta. Se Zoti na flet edhe këtu në kish, por na flet edhe nëpërmjet natyrës. Shpesh thonë ku është Zoti. Ne e thamë edhe në fillim që Zoti na flet edhe nëpërmjet mërkimit, nëpërmjet shpërnguljes. Krejt ato përjetime që i keni përballuar një vështirësi, aty ka qenë Zoti. Ajo shpresa që ka me ndodhur diçka mirë, aty ka qenë Zoti, i ka përjetuar Zoti aty. Kur ke dështu diçka, kur ke shku morfy, aty e ke përjetuar Zoti, se ke besu që mund mu përmirësue me ndihmën e Zotit. E këto janë ato përvoja që s'do mi harru mbi cilat do të me ndërtu. Edhe me kujtu ato të mira, qysh e kom përballu një vështirësi, çka ka motivu mua për me shku përballë? Çka? Parja? Ndoshta deri diku. Por në fundit e ki pa që me që ata pas ka diçka më shumë. Kjo është feja. Besimi për ta. Besimi nëpërmjet sakramenteve, kur je lidhti me Zotin, kur ke pas shumë shtirë, ndoshta në një smundje, ki vrejtë se si ki hynë pas të mrenda, je qetësu, ki pa, me gjëra ato, këtu, pas në lanë ana, shumë dimenzion tjetës. Edhe je po ma i pasër, je po ma i qetë, sepse nuk jesh ka për derë diku, vazhdimisht diku jashtë, ose vazhdimisht të dikush tjetër, e ke harru zemra. E ky shenjë i madh Shën Francesku dhe të na kthej në zemër. Jo vetëm mendje, jo vetëm të mendoj këto ato, ta përjetojmë diçka në zemër, ta përjetojmë atë ngrohtësinë e Zotit që është afër nesh, edhe kur jemi në shtëpi, edhe kur jemi kish, por edhe kur jemi diku në vend huj. Vend i huj ne jetojmë se ajo është vendi i Zotit, kudo që jemi, sepse Zoti i ka krijuar. Prandaj me këto mendime ta vazhdojmë këtë me shpejt, por edhe t'ja paraqesim Zotit edhe dëshirat tona, prengat tona, edhe atë mallin tona, dëshirën e flakt për gjonat e mëdhaja. Mos t'i fshetim ato. Dhe njëherë na ka frika kur hymë në zemër e zbulojmë të gjona që akoma nuk i kemi, pak edhe na trishtojnë. Por të marrim koncept ta shohim se këtu është edhe Zoti të na folë. Ato që ka ti e tu i dash shumë, ato kanë më plotësuje. Na mshim, pa tjetër. Por këto veç qysh tash mujme me fillu me shiju pranimin e Zotit edhe në këtë mallin tonë për gjonat, me shku gjonat ma mirë. Jetën teme, familjen teme, shoqërinë, shtetin tonë. Ky malli, kjo dëshira e flakt për me jetu shejtërisht. Kjo është shenjë që Zoti është i pranishëm. E ta falenderojmë Zotin se me vetë faktin që keni ardhur këtë kish, në këto kushte, atmosferë
atmosferike, megjithatë tregon që keni zjarr brenda. Me që do me roka ma shumë për me përjetuar atë në ngrohtësi e dashurisë së Zotit, e dhashtë edhe të vjetësia e Shën Francesku që vërtet me përjetu dashurinë e Zotit. Atë këto tjera gjëra kanë qenë dytësore, kanë qenë gjëra kryesore. Edhe ai stresi, ndoshta edhe ajo brengosja për takmën, kanë qenë diçka tjetër. Kanë më marrë një dimension tjetër, kanë më shtru lutje. Që o Zot, nga goma këtë shqetësim të madh që janë tu, me nu që ajo është kryesore, në fakt dashuria jote është kryesore. E thash Zoti që edhe në këtë besh ta përjetojmë sa do pak, disa minuta, këtë dashuri e dalim tri për trirë e ma me mirënjohje. Amen. Qoftë duaj Jezu Krishti.